Në ambientet e shkollës, në shkruesi i pavarësisë në Bisepa, u zhvillua një aktivitet i veçantë letrar, i cili solli një atmosferë frymëzuese dhe plot emocion për të gjithë pjesëmarrësit. I ftuar në këtë takim ishte shkrimtari i njohur Viktor Canosinaj, i cili u prit me interes dhe kurreshte nga nxënësit. Ky aktivitet u organizua nga nxënësit e klasave të 9 dhe të 10 nën kujdesin dhe mbështetjen e mësuesve Elsa Baka dhe Ariola Çraga. Takimi u përqendrua në diskutimin e veprës. Ajo kërkonte një hero, një libër që ka prekur thellë botën shpirtërore të rinjve dhe është mirëpritur gjërësisht nga lexuesit. Biseda letrare u ndërtua në disa rubrika të strukturuara, duke filluar me një prolog hyrës, për të vijuar me trajtimin e subjektit dhe analizën e veprës. Nxënësit u ndalën në zhvillimin e personazheve, duke evidentuar tiparet, konfliktet dhe mesazhet që ato përcjellen. Që në fillim ajo na shfaqet si një shpirt shumë i ndjeshëm, si një vajzë e cila kërkon ndihmë, kërkon një hero, kërkon që dikush ta ndihmojë atë nga vështirësia që e ka hyrë. Vetë vajza në roman kërkon një hero. Çdo njeri ka nevojë për një hero edhe nëse ne nuk e kemi, nuk mund frymëzohemi që të vazhdojmë përpara edhe që të marrim hapat e vështirë të jetës. Më kujtoi diçka kur lexoja, shija diçka të ngjashme dhe ishte pikërisht situata që dhe ju tha. Por prap kur ajo filloi marrëdhënien me Teon, ndryshoja i mendimi im që mund të kishte një fund të lumtur mes. Një vend të veçantë zuri dhe vlerësimi kritik, ku nxënësit shprehen dhe mendimet e tyre të pavarura mbi veprën, si dhe eset të përgatitura me përkushtim. Gjatë rubrikës së pyetjeve, nxënësit patën mundësinë të bashkëbisedonin drejt për drejt me autorin, duke i drejtuar pyetje interesante mbi procesin krijues, mesazhin e librit dhe përvojën e tij si shkrimtar. Kjo e bëri takimin më të gjallë dhe më interaktiv. Ajo që ra në sy më shumë ishte serioziteti dhe përgatitja e nxënësve, të cilët jo vetëm e kishin lexuar veprën, por kishin depërtuar në thellësinë e saj, duke reflektuar mbi temat që ajo trajton, si sfidat sociale, paragjykimet dhe rëndësia e mbështetjes njerëzore. Në fund të aktivitetit, shkrimtari Viktor Canosinaj shprehu vlerësimet e tij shumë pozitive për nxënësit, duke theksuar nivelin e lartë të angazhimit dhe mendimit kritik. Ai u shpreh i kënaqur nga pritjet e bashkëbisedimit, si dhe shprehu dëshirën për takime të tjera në të ardhmen me nxënësit e kësaj shkolle. Është takimi i disa që kam bërë në këtë shkollë, ku kanë nxënës të mrekullueshëm, nxënës që lexojnë, mësues që punojnë me librin, dhe isha i bindur se edhe aktiviteti i kësaj dite do të ishte i bukur, i mbushur me emocione, me mendime kritike, me analiza e kështu me radhë. Interesante është që disa nxënës, disa lexues, kishin gjetur në libër detaje, gjëra që unë as i kisha menduar, domethënë, të tilla. Gjithashtu më duk shumë interesante dhe mënyra e organizimit të takimit, me vajzën këtu që bën të regjizoren e aktivitetit. Ishte një formë e re që se kisha ndeshur përpara, duke lënë në fund pastaj pyetje të lira për secili nga lexues, normale, që duhet të ketë pyetje. Kështu që mendimi im është shumë pozitiv dhe mbeta shumë i kënaqur nga ky takim, ashtu siç në të vërtetë e prisja, dhe shpresoj që do kem rastin të vi prapë për ndonjë aktivitet në të ardhmen. Ky aktivitet shënon një moment të rëndësishëm në jetën kulturore të shkollës, duke nxitur dashurinë për librin dhe duke afruar më shumë të rinjt me botën e letërsisë.